Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Uthull molle dhe aspirin, receta që po i çmon të gjithë dhe nuk ngeli njëri pa e provuar. Fakti se zbokthi shkaktohet nga lëkura e thatë është një mit, pasi shfaqet gjithashtu edhe me lëkurë tepër të yndyrshme. Nëse jeni përballur me këtë problem, nuk është e nevojshme të përdorni produkte të shtrenjta për ta kuruar, pasi ka disa mjete juridike që mund t'ju vinë në ndihmë. Lëkura e portokallit me lëng limoni. Lëkura e portokallit përmban gjithashtu kalcium, magnez, vitaminë C dhe gjithashtu fibra dietike të cilat mund të ndikojnë pozitivisht në shëndetin tuaj. Mbani lëkurën e portokallit me lëng limoni dhe më pas aplikojeni atë në skalpin tuaj të kokës. E gjitha çfarë ju duhet të bëni, mund të përdorni edhe recetën me aspirin në shampo. Aspirina përmban acid salicilik, i cili përdoret gjithashtu në shampo kundër zbokthit. Shtypni disa tableta derisa të bëhet një pluhuri i imët dhe më pas hidheni në shampo. Pasi ta aplikoni në flok, mbajeni për disa minuta dhe më pas shpëlajini atë. Banane me uthull. Do t'ju duhet një banane e plotë dhe 2 gota me uthull molle. Qëroni bananen, shtoni uthullën e mollës dhe e përzijeni mirë derisa të krijohet një masë homogjene. Pas 20 minutash shpëlajeni maskën me ujë të ngrohtë. Përzijeni gjithashtu vaj kokosi me limon. Ngrohni 2 lugë vaj kokosi dhe përzijeni ato me lëng limoni. Aplikojeni këtë masë në skalpin tuaj të kokës për të paktën 20 minuta. Sigurisht mund të përdorni edhe recetën me kosë dhe lëng limoni. Kosi funksionon në mënyrë efektive për çdo lloj floku dhe ndihmon në luftën kundër zbokthit nëse aplikohet si maskë për flokët. Përzijeni kosë me pak lëng limoni, vendoseni në flok për 20 minuta dhe më pas shpëlajeni me ujë të ngrohtë. Hudhra me mjalt. Hudhra është e njohur edhe për vetitë e saj antifungale. Disa thelpi hudhër të përzierë gjithashtu me 1 lugë gjelle mjalt shërben si një ilaç i mirë kundër zbokthit. Thjesht të vendoseni këtë pastë në rrënjët e flokëve dhe lëreni për të paktën 15 minuta. Sipas ekspertëve, ju duhet të dini se këto këshilla në kushte shtëpie mund t'ju vinë në ndihmë për parandalimin dhe trajtimin e zbokthit nëse ju do t'i përgatisni vetë këtë maska. Ju do të keni një zgjidhje 100% natyrale për zbokthin tuaj, të cilat do të jenë njëkohësisht edhe shumë të efektshme. Dhe sigurisht, çfarë ka në përmbajtje do ta aplikoni në skalp. Zgjedhja e parë për zbokthin është pikërisht aloe vera. Fërkojeni xhelin e aloe verës në skalpin tuaj, lëreni për 10 minuta dhe lajini flokët tuaj me një shampo të lehtë. Bëjeni këtë në një mënyrë të rregullt. Në mënyrë që të trajtoni zbokthin, përdorni limonin pasi mund të ndihmojë të kthejë edhe balancën e pH-it në skalp. Përzijeni 15 ml vaj ar kokosi me disa pika lëng limoni dhe më pas masazhojeni në flokët tuaj. Lëreni në flok gjatë gjithë natës dhe shpëlajeni ditën e nesërme. Kjo maskë zvogëlon sasinë e zbokthit në kokë. Një trajtim tjetër i efektshëm kundra zbokthit është edhe përzierja e 1 lugë çaj lëng limoni me 2 lugë çaj uthull. Përzierja duhet masazhuar natyralisht në skalpin tuaj të kokës dhe më pas të shpëlahet. Një tjetër recetë është edhe vaj i eukaliptit. Përzini disa pika me vaj me të paktën 20 ml vaj ar kokosi dhe masazhojeni edhe atë po ashtu në skalp. Dhe më pas bëjeni këtë 2 herë në javë për disa javë. Aspirina është më se e efektshme për eliminimin e zbokthit. Shtypni 2 tableta dhe përzijeni me shampon.
Më pas, lëreni këtë përbërje në skalp për disa minuta dhe më pas shpëlajini. Kënaja gjithashtu është një prej zgjedhjeve më të mira edhe për rënjen e flokut. Lëreni këtë përbërje në skalpin tuaj për disa minuta dhe më pas shpëlajini atë. Kjo do të ndihmojë në rifitimin e shëndetit të flokut. Fluri i kënas i përzierë me përbërës të tjerë është mjaft i efektshëm në trajtimin e zbokthit. Një mënyrë më së efikase për të trajtuar zbokthin në shtëpi është edhe maska e flokëve, gjithashtu me ullinj. Sipas ekspertëve, ju duhet të keni parasysh se mund të përdorni edhe këtë recetë natyrale e cila është e përbërë me vaj ulliri me vaj bajame. Fërkojeni përzierje në skalp dhe lëreni atë që të veprojë për disa minuta dhe më pas shpëlajeni atë. Sipas ekspertëve, ju duhet të keni parasysh se këto produkte janë më se efikase dhe natyral pas edhe një efekt ansor. Zbokthi është gjithashtu një problem për ata që e vuajnë pasi përveç se nuk duket mirë estetikisht, ul edhe vetbesimin e njerëzve. Nëse edhe ju vuani nga zbokthi, mos u shqetësoni pasi ka disa mënyra tepër natyrale për ta luftuar atë. Ka pafund shampo dhe njëkohësisht maska flokësh, por nëse nuk e keni gjetur ende të duhurën apo jeni lodhur duke kërkuar, ne ju ftojmë të dëgjoni këtë video. Produkte natyrale si për shembull vaji i pemës së çajit, vaji i kokosit, aloe vera dhe gjithashtu uthulla e mollës janë luftuesit më të mirë të zbokthit. Mjafton që ju të aplikoni sasinë e masës në skalpin tuaj të kokës ose të krijoni maska flokësh dhe pas pak ditësh do të shikoni rezultatet nga e para. Nga ana tjetër, është e rëndësishme të dini se cili është shkaku i zbokthit. Nëse ai lidhet me stresin, e vetmja zgjidhje është që të ulni nivelin e stresit në jetën tuaj, edhe pse kjo thjesht mund të thuhet por jo të zbatohet. Po ashtu duhet të eliminoni edhe produktet që ju përdorni për stilimin e flokëve, pasi do të rëndoni gjendjen e skalpit të ndjeshëm. Të paktën një herë në javë, kjo maskë eksfoliuese për skalpin duhet aplikuar pasi do të sjellë rezultate tërësisht pozitive në flokët tuaj. Gjithashtu, maska me uthull molle, ku duhet të përzieni 5 lugë gjelle uthull molle me 200 ml ujë. Lani flokët me shampo si zakonisht dhe pastaj vazhdoni me maskën. Përzieni 5 lugë gjelle uthull molle me sasinë e ujit dhe lyeni me të gjithë sipërfaqen e kokës teksa flokët janë të lagura. Masazhojeni kokën dhe flokët mirë dhe vazhdoni me tharjen e tyre. Mos i shpëlani me flokët në mënyrë që uthulla e zbutur me ujin të veprojë për disa ditë. Uthulla e mollës do të pastroj flokun tuaj pa e dëmtuar yndyrën natyrale dhe të shëndetshme të flokut. Kjo është një nga mënyrat më të thjeshta të detoksifikimit që ju mund të aplikoni vetëm 1 apo 2 herë në javë dhe rezultatet që do të keni janë vërtet të kënaqshme dhe sigurisht nuk do të keni asgjë për të humbur, përkundrazi mund të përfitoni shumë pasi kjo recetë nuk përbën efekte ansore. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse e keni dëgjuar dhe e pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.